Qyteti Vlorës do të përballet me mungesë totale të ujit të pijshëm për 24 orë si pasojë e ndërhyrjeve që po kryhen në kuadër të projektit të ri të ujësjellësit. Sipas njoftimit zyrtar të bërë publik në rrjetet sociale nga Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë, stakimi i furnizimit me ujë do të nisë mëngjesin e të martës më 27 maj në orën 9 të mëngjesit dhe do të zgjasë deri në orët e para të ditës së mërkurë në 28 maj. Ujësjellës Kanalizime rajoni Vlorë ka sqaruar se stakimi është i domosdoshëm për e punimeve dhe i kërkon qytetarëve mirëkuptimin për këtë ndërprerje të përkohshme që vjen në funksion të përmirësimit të furnizimit me ujë në të ardhmen. Megjithatë, lajmi ka sjellë shqetësim në mesin e banorëve të qytetit, sidomos në prag të stinës së verës, ku konsumi rritet ndjeshëm. Do blejmë edhe ujë që kemi sot, është ujë proj, nuk është ujë nga burimi, që pim ne. Pijet ujë që na vjen? Pijet? Jo. Nuk pijet. Dhe gjithë Shqipërinë. E kemi blerë do të blejmë, edhe për të larë do të blejmë, ose do jemi në det lami. Po që ma do mbushim ato kusit që dhe marrë, që kemi shpije, po atë, që kemi, që abim. Vetëm banja sa ujë do, po mirë thotë, se s'vete do të në banjë, ku do vesh. Po ujtë pishëm po blejmë nëse ujë vjen me pislegje. Unë kisha në problem me ujën atje, ishe blokuar ajo të saati, ishe blokuar me pislegje. S'vinte ujë më shpirë. Mora usta, hoqë pislegje dhe rrë ujë. Ne atë ujë pim. Po pijet e ujë, jemi detyruar të blejmë. Po pa marrë masa, do të ndërpritem të ndërpresë ujë në gjithë qytetit, do të marrë masa njerë për popullatën. Nëse do furnizohet popullat, çfarë do bëjmë? Do blejmë ujë, bidona me ujë, do blejmë. Pa ujë nuk jetojë, nuk rrihet. Çfarë do bëjmë tash si t'je rregullat këtu të punës? Do vete në shtëpi, do mbush një 2-3 bidona edhe sidomos unë që jam 90 vjeçë moj t'i çupë, nuk vete do ta blej bidonin me ujë atje ku. Prandaj që çfarë të thot nëna Obi? Mirë ka luftuar, mirë kanë bërë për ato. Si nuk ka, se dhe blejmë ujë, se s'ke qartë bënë, ujtë e pishëm. Edhe ujtë e pishëm, s'ke që bënë, i vetëm për këto. Kjo mire ka thonë a i se të pastoren ato depot. Të thoshë në për para, miri masha për para se 3 dita 24 orë, do pres ujtë. Dërsa qytetarët shprejnë shqetësimet e tyre, autoritetet mbeten të angazhuar për përfundimin e projektit të ri që synon të garantojë një furnizim më të qëndrueshëm dhe të pandërprer me ujë për qytetin e Vlorës në të ardhmen.